Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, ju uroj që dita t'ju shkoj e mbar dhe me plot shëndet. Për gjatë një jave, Banka e Shqipërisë ka hapur në Shkodër ekspozitën Paraja Rëfen. Një udhtim një shekullor i paras shqiptare që nise me rrugtimin e institucionit të bankës së shtetit shqiptar dhe që përmbledh historinë, identitetin, marrëdhënien me këtë këmbim financiar të domosdoshëm në zhvillimin e ekonomisë dhe në jetën e gjithë secilit individ. Natyrisht një ekspozitë e tillë ngjall interes sepse bën pjesë edhe në atë këndvështrim që njerëzit duhet të kenë në kulturën financiare të tyre, në marrëdhënie me paran, në administrimin sa më të mirë të saj dhe në sjelljen e veçantë që duhet të ketë rreth këtij mjeti kaq të nevojshëm dhe të domosdoshëm jetik. Gjithsesi, Paraja Rëfen ka një rrugtim, ka një ecuri që lidhet pasgjithshmërisht me historinë e Shqipërisë, me zhvillimet ekonomike, me periudhat tranzicioneve ekonomike, të luftrave e të çdo gjëje që pasqyron ecurinë e një kombi e të një populli. Shumë interesante ta ndjekësh. Sot në studio jam së bashku me specialistën e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, Besa Dhami. Mirëmëngjes, Besa. Mirëmëngjes, kënaqësi që jam këtu. Edhe unë ju ftoj me gjithë kënaqësinë time sepse të komunikosh me një specialiste të një sektori që ju shumë e njohin dhe që duhet patjetër të kesh një njohuri përderisa bëhet fjalë për identitet, për histori, për një marrëdhënie që njerëzit duhet ta kenë, është shumë interesante. Ndaj pres me shumë kënaqësi të gjitha shpjegimet tuaja që lidhen me ecurinë e paras shqiptare. Që kur nisi Paraja shqiptare të funksionojë? Po, siç ka emrin dhe ekspozita jonë, Paraja Rëfen, 100 vite jetë bankë dhe para kombëtare shqiptare, kemi fiks 100 vite të krijimit të institucionit tonë bankar. Në 2025 neve festuam 100 vjetorin e bankës kombëtare të shqiptarëve, sepse viti 1925 shënoi krijimin e këtij institucioni bankar për shqiptarët. 1925. Por nuk mund të shmang pa thënë edhe të vërtetën që shqiptarët deri në këtë vit ishin munduar pa mas shumë që të krijonin një institucion bankar dhe i kanë bërë edhe marrëveshje madje në kohën e Ismail Qemalit në 1913 për të firmosur dhe u firmos një kontratë me ndërkombëtarët për krijuar një bankë të shqiptarëve me koncesion, por si duket nuk e kemi pasur fatin historik në favorin tonë që kjo bankë e 1913-s të funksiononte. Kështu që na u desh të prisnim vitin 1925 për krijimin e institucionit bankar. Natyrisht të kesh paran tënde do të thotë të kesh një emër të paras. Ashtu siç shumë vende kanë emrat e tyre të parave, ne kemi lekun. Si u vendos ky emër? Ju desh pak kohë për të vendosur emri lek, sepse në dhe çfarë përfaqëson? Po patjetër. Do t'i ndajmë të gjitha njohuritë, informacionet që kemi për sa i takon emrit paras tonë kombëtare. Por krijimi i bankës së shqiptarëve nuk solli më njëherë përdorimin e termit lek në vlerën tonë monetare. Arsyeja ishte gjetk. Italia, e cila na ndihmoi për krijimin e institucionit tonë bankar në periudhën e kohës që flasim, rreth viteve 1920, aderonte në Unionin Monetar Latin. Është pak a shumë e ngjashme siç kemi sot Bashkimin Evropian. Në atë kohë këto vendet e Europës perëndimore kishin rënë dakord për prodhimin e standardit të paras për secilin shtet, që do të thotë bazohej mbi standardin e arit, të metalit të çmuar. Prandaj emri i paras ton ishte prangu ar, por shqiptar. Duke qenë se kishim të bënim me një kartë monedhë dhe metal monedhë, që jo vetëm ishte në metal të çmuar, të artë të argjend, por dhe mbulohej nga 1/3 e rezervës së arit. Kështu që frangu ar shqiptar në paran tonë të zyrtare të 1926, në atë kohë vlera diviza, monedha më e vogël në vlerë, u quajt lek.
monedha më e vogël. Më e vogël, vlera më e vogël e paras që njëkohësisht ishte edhe në metal të thjeshtë. Historia jon ka disa variante lidhur me termin lek. Sigurisht kryesoren e lidhim me origjinën e të madhit figurë historike Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, që është thënë edhe nga historia, edhe nga shumë studius, për ardhe nga mamaja e ka nga trevat ilire. Po. Dhe vetë Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, e mbajti titullin që i dhanë Osmanët Iskander Beyq, do të thotë e krahasuan me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë, kështu që Iskander nuk ishte në kuptim tjetër veç faktit që edhe ai ishte në djeni të prejardhjes së tij të origjinës ilire. Po. Kemi edhe një tjetër interpretim që shqiptarët kur thrasin fëmijët e tyre në mënyrë për t'i përgëdhelur ata, asnjëherë nuk ja thon emrin e plotë. Kështu që gjithmonë mundohen të kapin pjesën më të shkurtër të emrit të tyre. Dhe sigurisht për emrin Aleksandër, pjesa më e shkurtër e mundshme për shqiptarët ka qenë Leka. Lek, dhe kemi trashëguar nga Lek Dukagjini, Lek Matra, nga figura të quara të historisë kombit tonë. Gjithsesi, ky emër ngjiti më vonë ama. Më vonë. Na u desh pak kohë. Na u desh pak kohë. Që do të thotë kartmonedhat e para dhe metal monedhat ishten frangari. Frangar shqiptare. Si dallonin ato nga monedhat e tjera? Nga monedhat ndërkombëtare të kohës. Sigurisht mbartnin në to simbolika të vendit tonë, të shtetit tonë. Një nga gjërat interesante është që ato e pasqyrojnë emrin e institucionit që i ka emetuar kartmonedha, që shkruante Banka Kombëtare e Shqipënisë, për arsye se fjalori i ndërshkrimit të gjuhës tonë ka ndryshuar për herë të fundit në 85-ën. Shkruaj dhe në gjuhën italiane, meqense ata na dhanë një dorë të mirë në krijimin e institucionit të bankës shqiptare, por figurat që pasqyrojnë në kartmonedhat tona janë shqiptare. Kemi të bëjmë me 3 prerje kartmonedhash, 5 frangarë shqiptare, 20 frangarë shqiptare dhe 100 frangarë shqiptare. 2 prej tyre, 5 e 20, mbajnë në portretin e fëmijëve të veçur, por janë të veshur me kostumet popullore tona kombëtare. Ndërsa prerja më e lartë nominale, që ishte 100 frangar, mbante profilin e Ahmet Zogut, që ishte figura dhe e shtetit. Pra, janë figura identitare shqiptare. Kush mendohet se ka qenë dizajnuesi i parë i këtyre kartmonedhave? Kemi Giuseppe Romagnolin, që ka punuar me shumë kujdes, por edhe shpirtin e tij artistik në pasqyrimin e këtyre simbolikave në metal monedhën shqiptare, pasaj kohë, franguar quhej edhe ajo. Por pjesa tjetër nuk ka pas nevojë sepse ka qenë e pasqyruar, po themi, nga fotografia në kartmonedhë. Dhe këto kartmonedha tona kombëtare në atë kohë, për arsye të vendosjes së elementëve të sigurisë, se gjithmonë paraja ka qenë e sigurt e qarkulluar vendin tonë, janë prodhuar jashtë vendit. Kartmonedha që nga monedhat e para, nga 1926, është printuar në Bladbury and Wilkinson, që do të thotë Anglia për atë kohë, ndërsa metal monedha jonë asaj kohë është prodhuar në Zecca della Roma në Itali, në Rom. Në Itali. Më pas do të shtoj dhe një gjë me qam në Shkodër. Se çfarë ndot? Një nga këto prerje, kartmonedhash kemi dhe urën e Gomsiqes, që besoj për shkodranët duhet të jetë shumë e njohur. Që është në anën e pasme të prerjes 20 frangar. Është për ju. Mua ishte vërtet shumë interesante. Ura e Gomsiqes në prerjen e 20 frangar. 20 frangari. Këto ndodhe patjetër të dokumentume në ekspozita, në fondet tuaja të mrekullueshme. Po juve e keni edhe fakt sepse e keni me një mbas kartmonedhë, kështu që ajo është këtu në zonën tonë është përdor mjaft mirë. Si u përdorën, si filluan të përdoreshin, sepse deri në atë kohë nuk kishte një para. Me çfarë përdornin shqiptarët për këmbim monetar deri në atë kohë? Deri në atë kohë kemi pasur të tillë situatën tonë historike të Shqipërisë, që valutat e huaja ndërkombëtare qarkullonin lirshëm. Kur them lirshëm, nuk kupton që nuk kishim çfarë të bënin tjetër veçse të përdornin paratë e vendeve fqinje ose edhe pak më larg se fqinje në vendin tonë. Vlera atyre ishte përcaktuar ndërkombëtarisht, ishte vlerë e lartë nominale. Pra, një shqiptar deri në 1925, që u krijua institucioni bankar shtatori, ka përdorur monedhat e huaja, kurushin, frangën franceze,
na ka ngelur dhe trashëguar, madje Frank, Napoleon, po, duke qenë se portreti Napoleonit pasqyroi në frangën franceze, i kemi thënë edhe emrin e portretit të tij, shkurt Napoleon. Ishte i artë dhe faktikisht shumë prej familjeve kanë ruajtur ata Napoleonat dhe shpesh herë ndodhen në varëset apo në zbukurimet e grave. Po, edhe një gjë e mirë, me që më kujtua tani, tipar pozitiv i shqiptarëve në gjithë kohën e mungesës së bankës, institucionit bankës dhe paras kombëtare ka qenë kursimi. Me fjalë janë munduar që këto para të mbledhura nga puna e tyre të kurseheshin, edhe të trashëgoheshin në breza. Pra, në përgjithësi si vijon ky zakon, si e shihni? Ka vijuar deri vonë. Gjërat tani kanë ndryshuar. Ka edhe elemente të tjerë që dalin jashtë kursimeve. Ka edhe të tjerë në kohën e sotme. Po. Ndërkohë kartmonedhat e para dhe monedhat e para dolën. Si pritën shqiptarët dhe si lëviznin këto kartmonedha dhe metal monedha në zona të ndryshme, si filluan të merrnin përdorim, jetësim dhe domosdoshmëri. Zyrtarizimi i paras kombëtare nga Banka Kombëtare e Shqipërisë nisi hap pas hapi nga janari 2026. Faktikisht ata bën një prerje të vogël 5 frank ar për shqiptarët. Simbolika kësaj kartmonedhe nuk i shkoi fare për shtat të shqiptarëve, sepse shqiponja në të ishte në qendrim ulur dhe me një kokë. Pra ishte një shqiponjë e stilit romak dhe është refuzuar. Pra nuk e njohim. Biles edhe nëse e kërkojmë për ta gjetur është shumë e rrallë në kopje, u tërhoq më njëherë nga kompania e shtypit. Pra nuk ka pas ajo dhe u zëvendësua më njëherë nga në atë kohë nga kompania e printimit të kartmonedhave tona me një 5 frank shar me portretin e një fëmie të vogël. Shumë nga ne për shembull e kemi parë filmat shqiptare, por nuk e kemi kuptuar ndonjëherë që në një nga filmat e vjetër të kinostudios shqiptare, Prefekti, kur fëmia i vogël i kërkon babait më jep 5 frank nga ar se dua të shkojnë kinema me shokët. Ai thotë jo, sepse janë shumë, 5 nuk janë më pak. Kështu që edhe aty mund ta shikojmë përdorimin e 5 frank. Është element faktik, si thua. Por kemi edhe një gjë tjetër interesante për kohën që siç ka pasur vlerë qarkullimi kartmonedha, ka pasur dhe metal monedha me metalin e çmuar, që mund të përdori edhe 100 franga në 24 karat ar për të bërë blerjet e tua. Normalisht përgjithsisht përdoreshe për bërë investime, për blerë tokë, shtëpi, banesë. Pra të kishin pesha të rënda të investimeve dhe të përdorimit. Po ishin të njësoj të qarkullueshme. E kuptoj. Madje thuhet që është thënë më mirë mblidhe 100 frank nga ar në kartmonedhë sepse ka pak më shumë vlerë se sa nëse ti e ke atë në ar. Deri në çfarë periudhë vazhduan pikërisht këto kartmonedha në frank ar dhe metal monedha në metal të çmuar. Deri në ditën që Italia na shpalli luftë, që ka qenë viti 1939, në historiografinë e shqiptarëve ka hyrë si e premtja zezë 7 prilli, sepse ishte dita që italianët siç na kishin ndihmuar, ashtu na deklaruan luftë. Dhe gjën e parë që morën vendim ishte nxjerrja jashtë qarkullimit me ligje para se qarkulluar deri një ditë më parë në vendin tonë dhe vendosja e një prerje të re që quhej tashmë vetëm lek. Ne e kuptojmë tashmë nga historia fare mirë që prerja më e vogël nominale e para një dite për shqiptarët na bëhet zyrtare më e madhe. Pas pushtimit. Dhe prodhohet në Shqipëri lek 5 dhe 10 lek në Shqipëri u printua? Për Shqipëri nga Banka Kombëtare e Shqipërisë, i vazhdoi funksionet edhe gjatë luftës së dytë botërore, bashkë me metal monedhën. Po ndërkohë metali tashmë është i thjeshtë. Është metali thjesht. Metali thjesht. Nga i fëmijë i vogël u bë një fëmijë më i rritur? Apo prerja tashmë tregonte jo vetëm kishte një tjetër funksion prerja pas luftës me fillimin e luftës së dytë botërore, paratë që u prodhuan, prapë ngelet autoriteti i Bankës Kombëtare e Shqipërisë dhe gjatë luftës së dytë botërore u drejtua si fillim nga italianët tërësisht, më pas nga gjermanët në 43-shin. Prodhoheshe më së shumti për ushtrinë, për të financuar ushtrinë atyre që ishte në vendin tonë. Po duhet kuptojmë edhe anën tjetër që Shqipëria deri diku ka qenë një vend agrar, blegtoral, kështu që ekonomia jon për kohën ishte e zgjidhur brenda oborrit të shtëpisë. Brenda oborrit të shtëpisë ishte shkëmbimet dhe përfitimet pikërisht nga kjo
Nga puna e tyre direkte. Nga puna drejt për drejt. Mirë, po ato që dëshiron të bënin tregtime jashtë, sepse ka pas shumë tregtar, Shkodra ka pas shumë tregtar. Si këmbehej kjo para? Franguar shqiptar, paktën nga 25 deri në 39. Më duhet të shtoj edhe pjesën që Banka Kombëtare e Shqipërisë kur krijohet, qendrën për disa vite pati në Rom, qendrën kryesinë, selin kryesore, por dek ndërtoi edhe brenda Shqipërisë. Ishin shumë të rëndësishme dekët sepse këto bëjnë dhe mbledhjen e keshit dhe shpërndarjen e atyre në për zona të ndryshme të territorit shqiptar. Frangu arar shqiptar ka pasur vlerë të barabartë me frangun arar të një vendi tjetër të asaj kohe. Pra nuk ka pas nevojë që të kishte një kurs këmbimi që të mund të arrinte vlerën e njihej. Mjafton të ishte frank ari. Unioni Monetar Latin i bëri këtë të mirë, të pozitivitet në atë kohë. Por me sa diun ka pasur edhe monedha lokale. Kjo ka ndodhur pak përpara se të krijonin Bankën Kombëtare të Shqipërisë. Një nga këto ka qenë dhe Shkodra, sigurisht. Edhe Shkodra, Shkodra ka qenë gjithmonë. Dhe do të mbetet gjithmonë. Po, ka pasur Shkodra, kartmonedhën e saj lokale ka qenë për arsye të pamundësisë shtetit shqiptar që të krijonte bankën, ndërkombëtarët nuk na i bën shumë të lehtë situatën për kohën. Kështu që këto bashkitë që kishin të ardhur nga krijuan një mundësi të vogël të tyre. Krijuan mundësi për prodhim kartmonedhe lokale të përdoreshe brenda rajonit, qytetit, Shkodrës, rastin konkret. Po tashmë ndodhemi në një periudhë tjetër, sepse kam shumë dëshirë që të udhtojmë me historinë e paras, sepse ajo është histori e Shqipërisë, është histori e identitetit kombëtar, por është edhe një mjet shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm për njerëzit. Gjatë luftës së dytë botërore, si ishte marrëdhënia me paran dhe a njohja ajo ndonjë lloj krize? Zhvlerësim. Ditën e parë që Italia na pushtoi, vendosi nxjerrjen e qarkullimit të paras që kishin pasur në qarkullim deri në atë kohë dhe fakti që vendos lekun tashmë zyrtarisht për territorin shqiptar. Kemi dhe anën pozitive, më duhet ta them, kemi qenë bashkë me Kosovën territorialisht. Sepse u shpallën mbretëria e Italisë, Shqipërisë dhe Etiopisë, leku mbulua me liretën italiane. Pra jo më me arë, nuk u njoh më mbulesa me arë. Me arë. E parasë qarkulluar. Si ndikoi ky zhvlerësim i parës në jetën e ekonomisë shqiptare dhe në jetën e njerëzve? Kriza. Lufta është krizë. Kështu që edhe vështirë është pastaj që të operosh dhe me para në një periudhë lufte kur je i pushtuar. Shumë nga librat letërsia shqiptare ne dim si ka qenë në periudha e luftës së dytë botërore në Shqipëri. Një nga librat që më vjen në mendje për momentin është Kronikë në Gure, Kadaresi ai shpjegon, kështu që është shumë vështirë duhet të keq mendoj. Shumë vështirë. Por megjithatë lufta mbaroi dhe kriza vazhdoi. Kriza vazhdoi. Dhe mund të shtojmë edhe pjesën tjetër, e kemi thënë një shqiptar, çfarë nuk të vret të bën më të fortë. Ajo që ndolli me Shqipërinë në përfundim të luftës së dytë botërore ishte vështirësi, sepse një pjesë e mirë e rezervës së arit shqiptar u pati tërhequr nga pushtuesët dhe për arsye të vështirësive, të krizës, të pretendimeve që patën edhe anglezët për shkak të incidentit të ndodhur në kanalin e Korfuzit. Kjo sasi e arit e marrë shqiptarëve nuk i është kthyer që para luftës së dytë botërore dhe kur u pushtuam, dhe deri në vitin 98 ku ekziston një vendim i qeverisë shqiptare në atë kohë që më në fund një komision ndërkombëtar tripalësh do të kthente 60% të kësaj rezerve ari dhe njëherë shteti shqiptar do t'ia njihte të drejtën për ta pasur. Megjithatë, populli shqiptar jetoi. Do të vazhdoj jetoj. Dhe do vazhdoj pavarësisht krizës së pas luftës, por ka një moment viti 64, në mos gaboj, i cili shënon një koeficient të veçantë. Un kam kujtuar se çfarë do të jetë kjo lek i vjetër, lek i ri. Po do na shpjegoni tash ti, apo ja? Patjetër. Me të vërtetë me fjalë që ne shqiptarët e kemi shumë vështirë edhe në vitet e sotme. Është tamposa e lek i vjetër. Mjafton të kemi një kartmonedhë në dorë, vetëm ngjyrën ja kapim kështu në ajër dhe ja themi blerën direkt që nuk ka të bëjë me shifrën që shkruan paraja sipër. Ka ngelur nga periudha që ju sapo përmendët 1965. Kemi ndrimin e paras ton në vlerë.
në vlerë. Deri në atë kohë ne kishim pasur perje të mësuara shqiptare. Pra fillonte me 10, vazhdonte me 50, ishte 100, 500 dhe 1000. Këto kishin qenë lek të gjitha, këto quheshin lek. Edhe i kishim prodhuar me dizajne të ndryshme, një herë në ish Jugosllavi, e kishim rinovuar dizajnin në 49 në ish Bashkimin Sovjetik Rus, prerjet mbeten njësoj. Kur neve ndërpresim marrëdhënie Shteti Shqiptar me ish Bashkimin Sovjetik Rus në vitet 64, ka qenë përfundimisht mbyllja e marrëdhënieve me ta, vendosim që kartë monedën tonë të re ta ndryshojmë, sepse nuk po ne printonin më ata. Dhe bëhemi miq marrëdhënie pozitive me Kinën. Në atë kohë, nuk e kam shumë të qartë si mund të kenë qenë politikat ekonomike të vendit, por u mor vendimi që kombimi të ishte 10 të vjetra lek me 1 të ri. Dhe kështu i shkonte pak a shumë, duke hequr nga një zero, nga secila prerje, dhe na dilte me një zero më pak. Kështu që paraja me vlerë më të lartë. Një mishja që ishte pjesa më e lartë të rrogës na ngeli vetëm 100. Koha ishte shumë e shkurtër, ishin vetëm 3 muaj kohë për të kuptuar që do t'ja dalësh prap po me një zero më pak, nuk do të panikoseni, por nga 65-a deri në 99-ën që kjo para përfundimisht Banka e Shqipërisë nxjerr nga qarkullimi, se e mbajtën pjesërisht atë, bëri që neve mos të heqim dot dorë nga shtimi 1 zeroje në vlerën tonë monetare për të orientuar veten se çfarë sasi e parash po prishim dhe për çfarë po i prishim. E kuptoj. Por gjithsesi si ka ecur ky koncept me vitet? Nga ana institucionale gjithmonë të rejat janë ato që qarkullojnë. Ato që qarkullojnë. Ndërsa nga ana familjare jona na pëlqen të mbajmë të vjetrat. Ndjehemi nostalgjik apo nuk shkëputemi dot nga ky koncept? Është vështirë. Një shqiptari me çfarë jetojmë ose nuk përgjithsoj dot, po ti thua që ke për shembull vetëm 10.000 lekë për një javë që t'ja dalësh e ka paniku. 10.000 lekë nuk janë pak. Po t'ja shtosh zeron duke folur, okay, orientohet edhe kupton se sa. Është të çështje qasje dhe psikologjie. Mirë, megjithatë monedha ecën dhe ka disa prerje, por ka dhe disa konfigurime. Konfigurimet i drejtohen natyrisht identitetit, historisë, jetës, punës, si ishin në këto periudha, sepse kur paraqitet një para, do të thotë që ka identitetin e vet. Si kanë ecur këto? I kanë shkuar për konfigurime. Gjithmonë frymës së kohës. Në fillim me paranë tonë zyrtare kombëtare shqiptare, edhe është dashur që të pasqyrohej elementi folklorik i vendit tonë. Kështu që fotografitë e fëmijëve që janë vendosur në prerjet 5-20 franca nga ar, kanë qenë me kostume popullore. Periudha e pas çlirimit, që jemi bank shteti shqiptar, pra një bank e shtetëzuar tërësisht, është dashur që të pasqyroj elementin e partizanit si fillim, atij që kishte luftuar për çliruar vendin. Dhe më pas kanë kaluar në kultin e punëtorit. Me fjalë që pushteti është atij që punon, jo i neve që u drejtojmë. Kjo ishte propaganda e kohës dhe po të mbajmë mend për ne që kemi jetuar pjesën e këtyre kartmonedhave që ja shtojmë zeron duke folur, të 65-s, aty janë marrë njerëz nga fotografitë e tyre në punë. Kështu që janë njerëz real, njerëz që domethënë mund ta gjejnë veten aty rastësisht fare. Po. Edhe ideja e kohës ka qenë që barazia edhe midis burrit dhe gruas për të punuar njësoj si në bujqësi, si në kulturë, si në shkencë, me kauzat e grurit, me torno në uzinë ose si ushtarak etj, aty kanë qenë. Madje mbaj mend një shprehje të asaj kohe që puna dhe sjellja zbukuron njeriu. Ka qenë lajtmotivi i shqiptarëve për atë kohë. Për t'ia dalë. Mirë, natyrisht edhe të fundit fare, ndryshimin e fundit e kemi ndjes në 92-shin ku banka si bankë qendrore, që ndryshon funksionin, e kemi një bankë tashmë nuk është më banka e shtetit shqiptar, po është banka qendrore që ka. Banka qendrore funksionon tashmë ashtu siç duhet funksionojë një bankë qendrore. Që do të thotë kemi një institucion bankar që nuk është e varur nga qeveria,
me fjalë, ajo ka politikat e saj. Kujdeset të ruaj normën e inflacionit, të mbaj çmimet, të mos kenë luhatje. Edhe gjithashtu monitoron dhe bankat e nivelit të dytë. Sepse ka tashmë bankat e nivelit të dytë dhe kjo ndodhi në 92-shin me ekonominë e tregu. Mirë, ndryshimi i sistemeve. Tu doja vetëm të shoja pak që ndryshimi i këtyre sistemeve, edhe i sistemit bankar, në 92-shin na solli edhe një herë vëmendjen te figurat tona historike në imazhin e kartmonellave. Dhe Banka e Shqipërisë nga 92-shit dhe deri në ditët e sotme, që jemi në 2026, është kujdesur që mos të ndryshojë imazhin e kartmonellave që ne shqiptarët kemi në dorë. Pra kemi figurat historike baballarë të kombit, po themi. Po, megjithatë ka monedha që dalin jashtë qarkullimit. Dhe për këtë Banka e Shqipërisë bën një njoftim dhe i lë një hapësirë kohe të nevojshme. Si sillet konsumatori, qytetari, pikërisht me këtë sasi parash që jepet një afat për të qenë në qarkullim. Kjo është gjë e mirë sepse nuk ka ndodhur më ajo që ndodhi në 1965 me ndryshimin e paras. Banka e Shqipërisë në ditët tona lë një hapësirë deri në 10 vite. Dhe nuk krijon panik te qytetarët që një kartmonellë që ka ardhur e re, javën tjetër nuk është më. Për një farë periudhe kohë ne i shohim që kemi të dyja llojet e prerjeve, në rastin konkret po them 1000 lekshin e 96-s, si emisioni i ri bashkë me 1000 lekshin që e kemi rishtas në dorë. Pra lë afat kohor dhe krijon të qetësinë e konsumatorit, e qytetarit. Si është rritur niveli i njohurive të administrimit të paras në raport pikërisht me këtë mjet kombimi? Sa të interesuar njerëzit pikërisht për këto informacione? Në Muzeun e Bankës Shqipërisë, që kemi prej më shumë se 10 vitesh, është i hapur për publikun edhe janë të shumë të interesuar që duan ta njohin historinë e institucionit bankar dhe kartmonellës tonë kombëtare në Shqipëri. Kemi një hapësirë që dedikojmë enkas edukimit financiar për grup mosha të ndryshme. Edukimi financiar që zhvillohet në Muzeun e Bankës Shqipërisë ka dhe një element pozitiv, sepse është interaktiv. Ndryshe është të dëgjosh një leksion për ta kuptuar, ndoshta mund ta perceptosh më kollaj kur ti je duke e parë vet, duke e prekur vet. Kështu që aty kemi informacione për studentët që të njihen me termat bankar, për një kredi, për kushtet e një kredie, për të krijuar një buxhet të tyre personal, dhe të gjitha këto ata i zhvillojnë nëpërmjet touchscreenave që i kanë aty. Pasi kanë marrë këto informacione, kanë dhe një touchscreen tjetër për të filluar kuice me se tashmë marrëdhënia me paran është shumë dimensionale. Ka të bëjë me njohurit, ka të bëjë me përdorimin e bankomatet, kartës së kreditit, por edhe me njohurit mbi normën e interesave, mbi shifrat mbi inflacionin, me të gjitha këto hyn në një kulturë qytetare që jo të gjithë i kanë, por natyrisht janë nevojshme që t'i dinë, apo jo? Banka e Shqipërisë në këtë pjesë ka kryer një punë shumë të mirë, paktën sa kemi dje nisë punojmë atje. Studentëve madje ju ofron edhe gjimnazeve mundësinë që të zhvillojnë leksione të hapura, do të thotë që kundrejt asnjë lloj pagese ose detyrimi, ata thjesht mund të shkruajnë në adresën e Muzeut të Bankës Shqipërisë që do donin të kishim një informacion, po themi, mbi politikën monetare të një banke qendrore, dhe neve gjithmonë kemi ekspertët tanë të fushës, të cilët mbajnë një leksion të hapur për kundrejt interesave që këto grupe të ndryshme paraqesin për të ditur sa i takon. Banka e Shqipërisë ka lidhje me bankat e nivelit të dytë, po si bankë vet ka diktë të sa janë për... Sigurisht, i kemi pasur që nga fillimi i krijimit të institucionit bankar dhe vazhdojmë të kemi, dhe një nga këto e kemi dhe në qytetin e Shkodrës. E pse jo të mos jetë në Shkodër. Kjo ekspozitë është hapur në Shkodër, por ka udhëtuar dhe do udhëtoj. Ndoshta jo në çdo qytet, po Shkodra është e përzgjedhur. Ndalesa e parë në Shqipëri. Ndalesa e parë në Shqipëri. Me një motivacion shumë të justifikum, apo do t'ju mbajmë hatër. Juve jeni të parët për neve. Faleminderit. Ne në fakt me ekspozitën para RFM, 100 vite histori dhe bank, lëvizëm si fillim
tek vëllezërit tanë, miqtan të Kosovës, me rastin edhe të pavarësisë së tyre, për të treguar jo vetëm historinë tonë bankare dhe financiare, por për të treguar dhe historinë që neve në një periudhë të caktuar kohore në histori e kemi ndarë me Kosovën. Më pas, kemi vijuar në Shkodër, ku jemi vendosur në Kinema Republika, kemi pasur dhe shumë interes nga shkolla, institucione të qytetit për ta parë ekspozitën, dhe do të vijoj ultimi jonë, nuk do të ndalim këtu. Por, më duhet ju them dhe pjesën tjetër që ekspozita me gjithë se lëviz në qytete të ndryshme të Shqipërisë është që dhe do të qëndrojë e hapur në selin numër 2 të Bankës Shqipërisë në Tiranë. Në Tiranë deri në 20 korrik. Kështu që për është një interes gjithmonë i shtuar, është diçka shumë e bukur. Natyrisht informacionet, planet ose programet e informimit, sepse ju keni si Bankë Shqipërie, keni javën e paras, keni edhe informacionet të tjera, bëjnë që pikërisht këto të vinë afër publikut dhe janë shumë të nevojshme apo të domosdoshme. Por njëkohësisht është edhe identitet, është edhe histori të njihesh pikërisht, sepse paraja nuk është letër. Paraja është një mjet identitar i këmbimit dhe një mjet që të jep natyrisht edhe krenarin kur ajo njihet dhe mundëson zhvillimin ekonomik të familjes apo të aktivitetit që mund të kesh. Bisa për mua ishte një hapësirë shumë interesante, duke njohur historinë nëpërmjet paras dhe paran në një rrugtim paralel me historinë. Gjë që do të thotë është e nevojshme në formimin e çdo njeriu të njihet me këtë. Ndërkohë që qasja e Shkodrës natyrisht nuk është asnjëherë indiferente. Përkundër, është shumë aktive dhe shumë interesante të njohësh pikërisht atë marrëdhënie që ka pasur që në hershmëri me këto zhvillime që lidhen me zhvillimin ekonomik, por edhe të këmbimit nëpërmjet paras. Në përfundim, nëse jemi drejt fundit, unë kam një dhuratë për juve Enkas. Shumë faleminderit. Që është një libër nga profesor Dr. Aristotel Pano. E kam thënë disa herë, por është e vërtet. Është si një dhuratë për ne, si popull shqiptar. Ky libër është bërë me iniciativën e Bankës Shqipërisë, Enkas, për këtë vit jubilar të shqiptarëve që festojmë 100 vite bankë dhe kartë monedhe kombëtare. Për herë të parë studime, dorëshkrime të ndryshme, dokumenta të marrë nga arkivi jo kombëtar, por jo vetëm, biblioteka e të tjera janë mbledhur në këtë botim. Pra për herë të parë kemi mundësi që të lexojmë në një vend një informacion mbi sistemin monetar shqiptar dhe institucionin bankar të shqiptarëve nga Aristotel Pano. Është një botim i Bankës Shqipërisë, e kemi dhuruar faktikisht për gjitha shkolla, drejtori, biblioteka, por kjo është për juve. Shumë faleminderit. Është pjesë e interesit për krenarin dhe identitetin tonë. Të falenderoj shumë, Besa. Ishte shumë interesante. Unë mendova se do takoj një punonjëse të sistemit të sistemit financiar, por takova një historiane të thelluar që ecën paralelisht me zhvillimet e këtij sistemi. Të falenderoj dhe të uroj shumë mbarësi dhe suksese. Faleminderit.